Vetëm kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje dhe kryetari i Listës Sërbska munguan apo e bojkotuan këtë takim. Nuk është e mundshme, unë nuk e shoh të mundshme që zgjedhjet mbahen në të njëjtën dorë. E para punës ajo që dëshiroj t'ju theksoj dhe që vërtet nuk ishte as pak e mirë, është fakti që nga gjitha partitë e ftuara, vetëm kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje dhe kryetari i Listës Sërbska munguan apo e bojkotuan këtë takim. Mendoj që një takim kaq i rëndësishëm që mbahet një herë në 4 vjet, do duhet ishte prioritet, siç është prioritet për neve, por në këtë rast duket se bojkotimin në takimin e presidentes e bën vetëm Albin Kurti dhe Zlatan Elek. Unë nuk po pretendoj që ata e kanë bën marrëveshje, por vërtet lënë të një shije të keq që kjo mungesë. Sa i përket zgjedhjeve përgjithshme, ju e dini, ne jemi në blokadë institucionale dhe kjo blokadë është pikërisht për shkak të kryenetësisë dhe mentalitetit imponuese autoritar të Lëvizjes Vetëvendosje, e konkretisht të propozimit të zonjës Albulena Haxhiu për kryetarët kuvendit, e cila, siç ju kam thonë qysh në fillim, as si ka e as do t'i ketë votat për më bë kryetare kuvendit. Dhe mbajtja e zgjedhjeve të parakohshme brenda një procesi kushtetues, edhe nëse nuk është zgjedhja e parë as e partive as qytetarëve, mund të bëhet e domosdoshme. Qëndrimi ynë si PDK, ju e dini, ka qenë i ditur, unë kam shku edhe një haptutje, kam pas propozuar edhe datat e mundshme mbajtjes së këtyre zgjedhjeve, por tashmë nuk është e mundshme, unë nuk e shoh të mundshme që zgjedhjet mbahen në të njëjtën datë. Sepse afatet kushtetuese janë kokëfurta, ne s'mundemi me adaptu as me interpretu kushtetutën jashtë afateve. Po, a mundemi me mos zgjedhjet më hershme? Para zgjedhjeve lokale, në kuptimin teorik e mundshme është. Kjo mbaret normalisht edhe nga vullneti i partive tjera politike, por ne si PDK jemi mundu gjatë gjithë kësaj kohe me pas një rol konstruktiv i cili jep rrugdalje nga kjo krizë, nga ky moçal në cilin na ka vendos Albin Kurti dhe Lëvizja Vetëvendosje. Gjitha opcionet janë të pranueshme nëse ato i japin drejtim një qeverie të re ku nuk është Albin Kurti. Faleminderit shumë. Kandidatët në për komuna. Po, ne paka shumë i dimt kush janë kandidatët, por për te kësaj tradita në Partinë Demokratike të Kosovës është e tillë që ne i respektojmë edhe afatet e brendshme statutare. Ne shumë shpejt do të kemi vendimin këtë drejtimi, kemi prit pra datën, konsultimet dhe shpalljen e datës, pastaj do të kemi një proces të marrjes së kandidaturave, të propozimeve nga struktura drejtuese të degëve tona dhe pastaj në pajtim me statutin e Partisë Demokratike të Kosovës do të ketë kryesia e partisë ajo që do t'i miratoj këto kandidatura siç ka ndodhur në kaluarën, por jam i bindur që nuk do t'i lëm si qysh na ka rastis në 2 apo 3 procese zgjedhore për ditët e fundit, por në raport me shpalljen e datës do t'jemi më efikas në kohë dhe më të hershëm në vendimarrje. A shihet në bashkëpunim me një parti tjetër për këto zgjedhje lokale? Po, ju e dini, ne garojmë si parti pothuajse në gjitha komunat e Kosovës dhe raundin e parë jemi ngarë gjithkund me besimin që do të fitojmë. Ne kemi fituar edhe në zgjedhjet e kaluara numrin më të madh të komunave edhe në raundin e parë edhe në raundin e dytë, edhe numrin e asamblesëve më të madh. Dhe besojmë që këtë rezultat dëshirojmë që ta kemi edhe më të madh dhe ta thellojmë siç thuhet në këto zgjedhje, por sa i përket raundit të parë është një garë ku si Partia Demokratike e Kosovës garojnë vetë, e pastaj për raundin e dytë për balotazhin ajo varet nga rrethana të ndryshme që ekzistojnë varësisht në ato deg ku arrim të garojmë apo ku nuk arrim që të jemi në garë.